Në urgjencën e spitalit Ismet Shushi, Delvin, gjatë kësaj periudhe është vënë re një rritje e numrit të pacientëve që paraqiten me viroza të stinës. Mjeku Nikolin Kote bën me dije se çdo ditë në urgjencë kryen mbi 40 vizita, ndërsa pjesa më e madhe e pacientëve janë të moshës së tretë, të cilët rezultojnë edhe më të prekur nga këto infeksione sezonale. Zakonisht këto 2 muajt e fundit, domethënë shkurti dhe marsi që jemi aktualisht, ka qenë një lloj gripi që pothuajse mbi 90% të pacientëve i ka lënë me bronkit. Dhe bronkiolit, që është inflamacioni i bronkive më të vogla. Vizitat shkojnë nga numri 20 deri 40, maksimumi 50, jo më shumë. Kryesisht pacientët që vizitoj janë të rritur, sepse dhe këtu është spitali për adult, nuk kemi pediatër, por kemi vizituar dhe fëmijë. Mosha e tretë normalisht që për shkak se s'ka imunitet e bën pak më të rëndë situatën. Paraqiten me temperaturë të lartë 2-3 ditë të para. Dhe nëse vazhdojnë të marrin terapinë me antibiotika, ajo shkon diku deri 1 javë ose 10 ditë. Mjeku Kote u bën apel qytetarëve që të tregojnë kujdes dhe të mos përdorin antibiotik pa rekomandim mjekësor. Unë këtë ja them gjithmonë pacientëve dhe ja kam bërë një pjesë të kulturës së tyre, domethënë që në farmaci mund të merrni një medikament, por nuk merrni një diagnozë. Kjo është e përditshme. Ka patur raste që kanë marrë vetë antibiotik dhe që nuk kanë patur rezultat realisht dhe pastaj janë detyruar, kanë marrë mjekim tjetër, jo më me kokra, por pastaj janë detyruar të marrin mjekim me injeksione intramuskulare ose ndonjëherë intravenoze. Ndërkohë, bluzat e bardha theksojnë se konsultimi me mjekun mbetet hapi më i rëndësishëm për trajtimin e duhur dhe shmangjen e komplikacioneve.